trit dhe trejat jeni të sprovum shumë me këshyrën e harameve në për telefona. Nuk ka diçka që s'mun zemrën ma shpejt se sa syri. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, 3 njerëz nuk i rrog zjarri. Një njeri syri të cilit ka rujt për hir të Allahut, një njeri i cili syri i tij ka qajt prej frikës prej Allahut azza wa jall, edhe një njeri syri të cilit është rujt prej asana që ka bë Allahu haram. Këshilla jam për fona musliman është ruju se Allahu azza wa jall sheh edhe kur je veten. Nëse don me ka një sukses shumë dënja, leje për hir të Allahut azza wa jall mos kshor haram. Edhe pritë shpërblimin prej Allahut azza wa jall se ti e din që vetëm Allahu është e di që i të kshir haram. Kështu që leje për hir të Allahut, është shanca jote për hir të Allahut azza wa jall me lan. E di që është sprove madhe në këtë kohë musliman. Mirë, po shikimi i parë, nëse dhe të këshyrë diçka, edhe ta qet, edhe largon sa ki mundësi ma shpejt, Allahu azza wa jall na falt. Për shkak se është për shikime të para, hjeke sa ma shpejt. Ama mu koncentrua dhe me këshyrë haram, Allahu azza wa jall na rujt, edhe pse e di që jeni sprovua musliman. Kohët e përparme ke mujt me daqat në livat me këshyrë të lap. Ama qështu është sprov shumë e madhe, është hak sprov shumë e madhe. Ja vlen mu koncentru me koncentrimin më të madh, por më largu besajna. Për shkak se e lehtë nuk është hiç. Duhet mu koncentru shumë për më mujt me lan. Edhe me lut Allahun azza wa jall me mujt me lan. Ama bane e la, kime pa sukses shumë madh. Për shkak se bahet syni jëtë për atyne që e kalan haramin për hir të Allahut azza wa jall. Allahu azza wa jall